Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari njoftoi se pacientët e lënduar nga zjarri në Koçan janë në gjendje përjetësisht stabile, ndërsa 20 pacientë janë në gjendje kritike dhe mund të kenë komplikime. Ai shtoi se në ditët në vijim pritet të ketë pacientë të rinj që të paraqiten për trajtim mjekësor, pasi siç theksoi, disa fare nuk kishin kërkuar ndihmë mjekësore. Ju shtehet nash povik do siteti e shtobile, vo tragičnët nastani nese javile, gimolime, ako imat I ako nemat simptomi da konsultira so doktorit e barem somaticit e posle da bideme izvesteni nije. Numri I deri tanishëm I pacientëve gjithsej është 135. Ministri Taravari njoftoi se 84 pacientë janë duke u trajtuar në klinikat e Shkupit, 51 pacientë të tjerë janë duke u trajtuar jashtë vendit. Deri tash në klinikat e Shkupit ka 84 pacient. Strategjinë e kishim pak e ndryshuam, gjithë pacientët prej Koçanit dhe Shtipit I morëm këtu, pasi që 51 pacient tashmë janë jashtë vendit. Unë kisha deshë edhe njerë të tregoj se në Turqia 9 pacient, në Bullgari 14, në Greqi 5, në Serbi 17, në Ungari 2 dhe në Romani 4. Sot shpresoj se shkon edhe një fluks I pacientëve, në Sloveni 4, në Kroaci 4, në Austri 6 dhe në Beograd edhe 12 pacient. Drejtori I Fondit Shëndetësor Sashok Lekovski theksoi se sistemi shëndetësor I Maqedonisë me sukses e ka përfunduar fazën e parë të përkujdesjes ndaj të lënduarve. Moram da kažem дека првата фаза на згрижување на пациентите е завршена. Сите се прифатени. Ниеден не е оставен nezgëzhën. Ministri I Shëndetësisë Arben Taravari bëri të ditur se tashmë 15 mjek nga vende të ndryshme të botës kanë arritur në Maqedoninë e Veriut.